Mirëmbrëma të nderuar shikues. Ashtu siç jeni të njoftuar që gara për zgjedhjet lokale nuk është përfunduar në 4 komuna të vendit, në mesin e të cilave është komuna e Gocivarit dhe komuna e Vrapçishtit. Edhe pse në komunën e Gocivarit rezultati ishte dominues dhe determinues se kush duhet të udhëheqë me atë komunë, sërish për shkak të mospërmbushjes së cenzusit zgjedhjet atje dështuan, qeveria veproi me të emëruarin të besuarin e tyre të ushtroj detyrën e kryetarit të komunës dhe përcaktuan zgjedhje të reja më 19 janar të vitit që vjen. Ne si televizion tentuam që të realizojmë një përballje mes 2 kandidatëve që garojnë në komunën e Gocivarit, por kjo tentativë dështoi për shkak të refuzimit të kandidatit të Aleancës Kombëtare për Integrim zotit Valbon Limani. Për të kuptuar më qartë vizionin për programin e kandidatëve që garojnë, ne sonte po organizojmë intervista të ndara me 2 kandidatët që garojnë për komunën e Gocivarit, por fillimisht ju ftoj që ta ndjekim bashkërisht kronikën e përgatitur nga televizioni Shenja për profilin e zotit Limani. Kandidati i Aleancës për Integrim Kombëtar për kryetar të komunës së Gocivarit është Valbon Limani, i cili me profesion është specialist në endokrinologji. Ai ka lindur më 19 maj 1980 në Gocivar. Në vitin 2008 diplomoi në Fakultetin e Mjekësisë, Universiteti i Trakisë dhe në vitin 2019 përfundoi specializimin për endokrinologji në Klinikën Universitare të Endokrinologjisë, Diabetit dhe çrregullimeve metabolike në Shkup. Në periudhën 2022-2024 ka qenë angazhuar si asistent në Fakultetin e Shkencave Mjekësore pranë Universitetit Shtetëror të Tetovës. Është antar i Shoqatës Shkencore të Endokrinologëve dhe Diabetologëve të Maqedonisë, si dhe antar i Asociacionit Evropian për Studim të Diabetit. Gjatë përvojës së tij të punës në sektorin civil, Dr. Valbon Limani ka qenë kryetari i bordit drejtues të Shoqatës Qytetare Most në periudhën 2014-2016, si dhe antar i bordit në Qendrën Evropiane për Zhvillim, Tolerancë dhe Bashkëpunim. Më 26 nëntor të vitit 2021 zgjidhet kryesuesi i Këshillit Komunal të komunës së Gocivarit, funksion të cilin e ushtroi deri më 8 korrik 2024. Dr. Valbon Limani funksionin e kryetarit të komunës së Gocivarit e mori më 8 korrik 2024, pasi që u votua në Këshillin Komunal të komunës së Gocivarit me 22 vota për dhe 9 kundër. Në këtë funksion vjen si ushtrues detyre deri në zgjedhjet e ardhshme lokale në tetor të vitit 2025. Mirëmbrëma zoti Limani, mirë se erdhët. Mirëmbrëma Bedin, mirë se ju gjeta. Zoti Limani, po e fillojmë këtë intervistë me një pyetje të cilën e diskutuam edhe në hyrje të emisionit, me faktin që ne tentuam të realizojmë një përballje mes jush dhe kundër kandidatit juaj. Ju keni qenë mysafir në këtë studio dhe keni pranuar përballje me cilin do kandidat që del nga koalicioni Vlen. Dhe tani kur erdhi momenti që ta realizojmë këtë përballje, ju refuzuat. Dhe tani na tregoni detajisht pse nuk pranuat një përballje me kundër kandidatin tuaj. Në parim, unë jam i thari demokracisë dhe debatin e shoh si një vegël demokratike ku mund të diskutohet dhe ku mund të shpalosen idetë dhe projektet të cilat i kemi, dhe është vërtet se kam thënë një gjë të tillë. Fillimisht ja mund ta them që kandidati nuk është i Vlenit, Vleni veç e nxori prej diku dhe kandidoi. E dyta, niveli me të cilën ai komunikon dhe fushatat të cilën ai e bën deri tani, nuk është në një nivel të cilin unë besoj që mund t'i shpalosim qytetarëve të gjithë idetë tona rreth asaj se çka dhe si duam të bëjmë me komunën e Gocivarit. Mbi gjitha do të kisha thënë që një njeri i cili nuk e ka ushtruar të drejtën e votës, një e drejtë demokratike më 19 tetor të vitit 2025, me sa kam informata kundër kandidati ka qenë jashtë shtetit, domethënë që ai as pak nuk ka desh të jep një kontribut të vogël si qytetar dhe si votues në raundin e parë dhe nuk shoh ndonjë arsye që tani të ballafaqohemi me atë në studion tuaj. Kur thatë që kundër kandidati juaj nuk është kandidati Vlenit, i kujt është zoti Bejta në këtë drejtim?
Po nuk e di kujt është, me siguri do të keni intervistë, mirë do t'ishte që ta pyetni, mirë po asnjëherë në asnjë aktivitet të koalicionit Vlend, zotni Beta, në fakt kundër kandidati nuk ka qenë i kyçur në aktivitetet e këtij koalicioni, ai doli kështu papritmas. Ne jemi mësuar zakonisht në Gostivar, çdo 4 vite ai humbet, edhe pas 4 viteve diku 1 muj, 2 muj para zgjedhjeve, paraqitet në për kafene, në për xhami e Gjetiu, dhe jemi mësuar që është një element i do të quajnë thojza i domosdoshëm i zgjedhjeve në Gostivar prej vitit 2005 deri tani. Dakor. Ne në hyrje, gjatë prezantimit të profilit tuaj, zoti Limani, u përmend që nga data 8 korrekt 2024 ushtroni detyrën e kryetarit të komunës në Gostivar. Megjithatë, kur e kishim mysafir zotin Beta më herët, para se të shpallet zyrtarisht kandidatura e tij, zoti Beta hodhi një varg akuzash për qeverisjen tuaj dhe qeverisjen e zotit Taravari, madje ju referua që tha që qytetarët më kanë treguar se më kanë shkatëruar Gostivarin, zoti Taravari dhe zoti Limani, ka vazhduar po me të njëjtin avaz, ndërkaq në aspektin e akuzave përmendi edhe 2 keqpërdorime konkrete. Këtu ka përmendur, pasaj edhe përmes pres konferencave të cilat i ka organizuar ai, ka akuzuar për një sallë të mbledhjeve që mbahet sallën e Këshillit Komunal me gjas, që është rregulluar në komunën e Gostivarit dhe sipas Betës, zotit Beta kushton 50.000 euro, ndërkaq është kontraktuar nga ju me një shumë prej 750.000 eurove, edhe ishte një keqpërdorim për të cilin ju akuzoi zoti Beta që për një projekt i cili kushton 5.000 euro është bërë kontrata 200.000 euro. Si kundër përgjigjeni ju, zoti Limani, kundër këtyre akuzave, sepse po të kishte qenë këtu zoti Beta, ndoshta kishte qenë më mirë sepse do t'u argumentonte në formë të dokumentuar. Personin fjalë është i njohur në qytetin tonë për mënyrën e veprimit dhe për manipulimet gjatë gjithë kohës, për atë se sa është shkatruar apo sa është punuar në Gostivar nuk mund të jep vlerësim, sepse 4 vite i kalon në villën rezidenciale, si që thonë qytetarët, e cila i kushton mbi 1 milion euro në fshatin e tij në Duf, kështu që besoj që për sa afërmi nuk mund të vlerësoj se sa është punuar në Gostivar, ashtu siç e thash më parë, paraqitet nga 1 muaj, 2 muaj para zgjedhjeve, rreth fushatës negative kampanjës të cilën e ka filluar, unë e kuptoj se është i shqetësuar, me siguri ka edhe rezultatet nga të gjitha anketat të cilët tregojnë se sa keq qëndron në të gjitha anketat e bëra deri tani, dhe mundohet që me një fushat negative ta zbus atë dallim të cilën do ta sheh më 11 janar të vitit 2026. Unë jam përgjigjur disa herë konkret rreth këtyre akuzave, ja e përmendet edhe punën e projektimeve, a është kontradiktor me vetveten, sepse thot që një projekt kushton 5.000 euro, nga ana tjetër të gjithë e dinë se komuna e Gostivarit vetëm për thirrjet e qeverisë ka aplikuar me mbi 70 projekte, të cilët 70 projekte nëse i llogarisim me çmimin e atij do të del një çmim 350.000 euro, domethënë me siguri për llogaritjet e atij, të cilat din shumë mirë ti bën dhe ne e dim në 2 mandatet të cilat i ka pas. Që ka afinitete në matematikë. Po, ka afinitete të mëdha kështu në bashkëpunim me të gjitha ato me të cilat ka punuar. Prap do ta them, qytetarët e Gostivarit e din shumë mirë dhe do ta çmojnë shumë mirë se kush si ka punuar dhe sa ka kontribuar për qytetin. Dakor. Bëhet fjalë për një periudhë të shkurt kohore kur ju jeni, në fakt aktualisht nuk jeni në krye të komunës së Gostivarit, por që keni qenë për këtë periudhë afat shkurte prej kur zoti Taravari pati kaluar në Ministrinë e Shëndetësisë. Megjithatë, për këtë periudhë të shkurt kohore, me çka mund të identifikoni dhe në fakt është fushata e dytë që për realizoni për të njëjtën nga zot Limani, dhe me çka ju krenoheni para qytetarëve, cilat janë projektet me cilat ju dëshironi të identifikoni dhe të mburreni që keni punuar për këtë periudhë të shkurt që keni qeverisur në Gostivar. Projekte ka pasur në numër shumë, disa prej projekteve, njëri është rikonstruimi i bulevarit Goce Delçev, një bulevar në pjesën qendrore të qytetit,
Gjithashtu kemi filluar dhe është në vijim rikonstruimi i bulevarit Vëllezrit Gjinovski prej fillim deri në fund deri te kura e gjykatës. Kemi rrugë në shumë vendbanime dhe në shumë fshatra për të mos i përmendur gjithë me radhë, por gjithashtu kemi edhe 5 terene sportive, kemi një park të vogël me kënd të lojrash, kemi rikonstruimet 2-3 shkollave në këtë periudhë për ato 18 muaj. Me thanë, kemi edhe shumë projekte tjera të cilët qytetarit i shohin dhe unë jam shumë krenar bashkë me to për arritjet tona në këtë periudhë relativisht shkurt. Dakor. Tani kur po flasim për pozicionin tuaj që jeni sërish kandidat në komunën e Gosivarit dhe çështja që janë më të prekshme në gjitha komunat e vendit e posaçërisht edhe në komunën prej nga Venejo dhe Kugaroni, në bazë të dhënave që kemi kërkuar rezultojnë diku 12.000 banor të Gosivarit që janë të papunësuar. Është e natyrshme që ju keni nevojë për votën e gjithë secilit, për mbështetjen e këtyre. Dhe në takime me këta qytetarë që janë të papunësuar, çfarë ju premtoni në shkëmbim të mbështetjes së tyre? Sepse çështja e punësimit është brengë gjithë secilit dhe është gjëja elementare bazike që duhet t'i ofrohet një qytetari për të vazhduar dhe qëndruar këtu. Ne dimë që komunat nuk janë ente për punësim, por megjithatë, a keni ndonjë plan konkret ose vizion se si do të nxisni punësimin e këtyre 12.000 banorëve që zyrtarisht figurojnë si të papunë në komunën e Gosivarit? Komuna e Gostivarit me kompetencat e veta aq sa mundet ka bër disa le të themi lëvizje të cilat do të kishin ndihmuar në zgjedhjen e këtij problemi tek një numër i konsiderueshëm i këtyre personave, mirë po ajo që mund ta them nga këtu është pjesë e programit politik të cilën e kam shpalosur edhe atëherë më 19 tetor dhe është subvencionimi i të rinjve deri 30 vjet, të cilët do të fillojnë me kompani të reja me start-upe. Komuna do t'i subvencionoj me një ndihmë prej 60.000 denarësh, si dhe subvencionimi i grave sipërmarrëse, të cilët do të fillojnë biznese të reja dhe të cilët janë pa punë, gjithashtu do t'i subvencionon me nga 60.000 denar. Përveç kësaj, me ekipet tona do të shohim edhe mundësi tjera me të cilat ne mund t'i ndihmojmë këto persona dhe do t'a bëjmë maksimumin që këto persona sa më lehtë të gjejnë punë. Paralel mund të organizojmë edhe trajnime për to që t'i përgatisim për tregun, por edhe për sektorin privat. Më duhet sërish t'i referojmë kundër kandidatit tuaj që kur e kemi pyetur për 8 vite qeverisë në Gosivar, cilat janë punët kryesore që ka bërë, punën e parë ka përmendur pastrimin e garazhës së komunës nga mbeturinat që kishte qenë zhytur atko, ndërkaq tha që sërish problemi kryesor në Gosivar me cilin tenton ta zgjidhë çështja e mbeturinave që sipas zotit Beta, Gosivari është i zhytur nga mbeturinat gjithandej në secilin kënd. Si qëndron puna këtu dhe a keni plan konkret, në fakt fillimisht ta pajtoheni me këtë dhe cili është plani juaj në aspektin e kujdesit për mjedisin në Gosivar? Nuk pajtohem, unë mendoj që menaxhimi i mbeturinave në komunën e Gostivarit është solid dhe ne kemi bërë në këtë periudhë 18 mujore derisa kam qenë udhëheqës, kemi bërë shumë, kemi investuar në 2 automjete të reja për mbeturina që normalisht tani shfrytëzohen nga ndërmarrja publike komunale, gjithashtu kemi një plan projekt të përbashkët me ndërmarrjen publike për rikonfigurimin e vendeve se ku do të vendosen kontenjer, por edhe rritjen e kapaciteteve të këtyre kontenjerve. Punojmë edhe në drejtime tjera, jemi një nga 2 komunat në Republikën e Maqedonisë së Veriut, të cilët jemi pjesë të një projekti me UNDP-n, City Experimental Fund, quhet projekti, ku punojmë në drejtim të menaxhimit të mbeturinave inerte dhe besojmë që me këtë do të dukshëm do të zvoglohet ky problem. Kemi punuar shumë, prapë do të them kundër kandidati gjithmonë do të gjej akuza, unë
Ja, prej kësaj studio e them që unë jam i gatshëm, Valbon Limani, cili është kandidat për kryetar komune këtë herë, që për këto 18 muaj të bëhet revizion i detajuar dhe në qoftë se gjendet 1 cent keqpërdorim nga kjo periudhë, une publikisht e them se do të tërhiqem nga gara, mirë po nuk e di a është kundër kandidati i gatshëm për ato 8 vite për të cilët ka qenë në krye të komunës të përgjigjet dhe të shohim me revizion se çka dhe si ka bërë në ato 8 vjetë të udhëheqjes në komunën e Gostivarit. Po e sfidoni zotin Beta në këtë formë? E sfidoj, po. Dakor, se mes tjera është kur po flasim për pastrimin e qytetit dhe për mjedisin në Gostivar, janë ngritur akuzat që punëtorë që punojnë në ndërmarrjen publike higjiena, komunalec në komunën e Gostivarit, një numër i konsiderueshëm i punëtorëve nuk kanë sigurim shëndetësor. Është e vërtetë kjo? Është e vërtetë se nuk kanë sigurim shëndetësor. Në fakt ato nuk mund të shfrytëzojnë shërbimet shëndetësore, u paguhet sigurimi shëndetësor, mirë po për shkak të borxheve paraprake dhe ato nuk kanë sigurim shëndetësor diku afër 20 vite, domethënë nuk është një problem i tashëm, por është një problem i kahmotshëm, të cilën kemi tentuar që me fondin shëndetësor të Republikës së Maqedonisë së Veriut ta zgjedhim, kemi pas disa opcione, mirë po në fund na kanë dështuar nga ana e tyre. Pas 11 janarit, unë do të bëj maksimumin që të gjejmë një zgjidhje për të gjithë punonjësit e ndërmarrjes publike komunales, që ato t'i gëzojnë të gjithë të drejtat sa i përket sigurimit shëndetësor. Që i kanë të garantuar mbas edhe me kushtetues si punëtor në një sektor publik. Si qëndron puna në komunën e Gostivarit në aspektin e infrastrukturës, zoti Limani, çfarë plani dhe vizioni keni projektet sa i përket ndërtimit të rrugëve të reja, ndriçimit publik dhe rregullimit të një qyteti me standarde moderne ashtu siç e meritojnë qytetarët? Kemi një numër të madh projektesh, por unë do t'i përmend disa si projekte them kryesore të cilat do ta transformojnë qytetin ton. Një prej projekteve të cilën e kam thënë edhe më herët është rruga, në fakt ura e re të gjykata, mendoj ure e cila duhet të ndërtohet prej fillimi, ure e cila do të jetë me të gjithë standardet, me 4 korsi për vetura, me 2 korsi për biçikleta dhe 2 korsi për këmbësor. Zgjerimi i bulevarit të Vëllezrit Gjinoski, aorta kryesore e qytetit, do të tentojmë që deri në fund të mandatit të hapim të njëjtin. Parkinget nëntoksore në afërsi të godinës së komunës së Gostivarit dhe si projekt pak më serios dhe me kosto më të madhe, do të mundohemi që të njëjtin deri në fund të mandatit ta fillojmë, është sheshi i qytetit të Gostivarit me nënkalime dhe me parkinge nëntoksore. Në aspektin arsimor, është një numër i konsiderueshëm mbi 150.000 fëmijë që presin në listë për të regjistruar në Qerdhe në komunën e Gostivarit, në qytet dhe në fshatrat përreth. A keni plan konkret sa i përket zgjerimit të hapësirave duke filluar nga Qerdhat për arsimimin e fëmijëve? Po, kemi plan konkret. Kanë mbaruar gati se të gjithë procedurat administrative, jemi ka fundi për një qerdhe të re, cila do të ketë kapacitet diku rreth 100-110 fëmijë, dhe gjithashtu e kemi projektin për zgjerimin e një qerdhe e cila gjendet në fshatin Bajnice poshtme, do me thënë diku afër 40 deri 50 fëmijë me këtë zgjerim të asaj qerdhe, dhe besoj që me këto 2 projekte do ta mbulojmë të gjithë listën e fëmijëve të cilat presin të regjistrohen në qerdhe, në të ardhmen nëse ka nevojë, gjithsesi do të mendojmë edhe për projekte të radhës. Pos arsimit, çështja e rëndësishme dhe shumë e nevojshme për qytetarët janë shërbimet primare shëndetësore. Ju jeni mjek dhe dini rëndësinë e të qenurit do të thotë në shërbim të pacientëve dhe nevojtarëve. Në këtë drejtim, a keni plan konkret apo si qëndron puna në aspektin e ofrimit të shërbimeve shëndetësore në komunën e Gostivarit? Ka mjaftueshëm
Sa i përket kompetencave të komunës në mjekësinë primare, nuk ka as pak kompetenca, edhe pse janë të parapara me procesin e decentralizimit. Unë shpresoj që procesi i decentralizimit të ecë para dhe me këtë edhe kompetencat për mjekësinë primare t'i transferohen komunës. Sa i përket nga ajo që unë e kam në dispozicion si informat, në Gostivar momentalisht ka numër të mjaftueshëm të mjekëve të përgjithshëm të cilët punojnë në mjekësinë primare dhe për momentin nuk ka ndonjë ngecje në shërbimet të cilat i japin kolegët tanë të mjekësisë primare. Sa i përket borxhit publik, Komuna e Gostivarit njihet si në mesin e komunave që ka një borxh të konsiderueshëm publik, dikun mbi 11 milion euro në fakt në bazë të kundër kandidatëve që keni pas në garë, në bazë për llogaritjeve dhe me ndërmarrje tjera dilte diku mbi 25 milion euro borxh publik. Si qëndron puna këtu, zoti Limani, si do ta menaxhoni borxhin publik? Borxhi publik i cili është krijuar, domethënë një pjesë e atyre do ta përsëris se janë projekte të cilat janë në vijim e sipër, disa të mbaruara dhe ende nuk janë paguar nga thirrjet e qeverisë. Besoj që aty një pjesë konsiderueshme e atij borxhit me pagesën e këtyre projekteve do të zvoglohet, por kemi plan edhe në drejtim të mbledhjes së taksave komunale dhe tatimit në pronë, që të kemi një dinamik të caktuar. Një prej elementeve i cili besoj do të ndihmon do të jetë edhe ligji për legalizim, i cili besoj të në vitin 2026 të sillet nga ana e parlamentit të votohet. Dhe me këtë mendoj që do të mundemi ta menaxhojmë dhe ta ulim dukshëm borxhin publik. Do të mundohemi në të gjithë mënyrat që i njëjti të ulet, por paralelisht normal edhe ti kryejmë obligimet tona si komunë sa i përket kërkesave të qytetarëve në të gjithë projektet infrastrukturore. Transparenca është shumë çështje e rëndësishme. Do të thotë ku ka mungesë transparence, ka hapësirë për dyshime për keqpërdorime. Si qëndron puna në komunën e Gostivarit sa i përket transparencës, është komuna transparence, a kanë çaste qytetarët me i pa tenderet, shpenzimet që bëhen nga resurset publike dhe në këtë drejtim si planifikoni të vazhdoni në të ardhmen nëse veç do ta merrni sërish besimin e qytetarëve? Po, transparenca është, mendoj, shtylla kryesore e atij besimit ndërmjet udhëheqësisë komunale dhe qytetarëve, dhe në komunën e Gostivarit edhe në web faqen, por edhe në të gjithë sektorët, gjithmonë qytetarët mund të drejtohen edhe për informata që janë me karakter publik, por edhe në web faqe mund t'i ndjekin të gjithë, duke filluar edhe nga buxheti, edhe kvartalet buxhetore, por edhe të gjithë shpalljet publike të cilat bëhen. Gjithsesi, unë dhe ekipi im do t'insistoj që kjo të ecë edhe një hap para me qëllim që Komuna e Gostivarit të jetë tërësisht transparente për qytetarët e vetë. Dakor. Zoti Limani, ne para se ju ta zyrtarizoni kandidaturën tuaj sërish për zgjedhjen 19 janarit, ju kemi pasur mysafir në këtë studio dhe kemi diskutuar edhe çështjen e të besuarit të qeverisë në komunën e Gostivarit. Dhe ju nga këtu keni paralajmëruar që mos sigurohet shumë zoti Xhelili, sepse mund të mos jetë kandidat i vlenit për 19 janar në Gostivar. Dhe ndodhi pikërisht kështu. Tani për juve, a më mirë që nuk është zoti Xhelili, apo më keq? Në fakt, kandidatura e zotit Beta, një figure që ka qeverisur për 8 vite me Gostivarin, e rrezikon rezultatin e 19 tetorit, apo e konfirmon? Kandidatura e këtij kundër kandidati mendoj që e konfirmon me tendencë që ndoshta edhe ta përmirëson. Sa i përket zotrit Xhelilit, të cilën e emëruan si të besuar të qeverisë, mendimi im është se zotri Xhelili do të ishte një kandidaturë shumë më e mirë dhe shumë më dinjitoze në fillim për qytetarët e Gostivarit, edhe për mua, por edhe për të gjithë ato aktivistë dhe simpatizues të koalicionit Vlen, sepse kundër kandidati tashëm është kandidati cili garon për të 6 herë, 5 herë
praktikisht në të gjithë garat ka humbur, në 2005 ka fituar pasi që raundin e dytë është tërheq kandidatura e kandidatit të PDSH-s, në 2009 ka humbur, në 2013 me inxhinjering ka fituar komunën, 2017-2021 sërish humbje dhe e vetë një gjë pozitive e kandidaturës së tij është se do të kemi pak show gjatë kësaj fushatës parazgjedhore, sepse është atraktiv për masën. Dakor. Po vazhdojmë me pyetjet që janë të shpejta, të drejtë për drejta dhe që kërkojnë edhe përgjigje të kësaj natyre. Nëse do ta merrni besimin e qytetarëve më 11 janar, do të rrisni taksat komunale? Fillimisht jo. A në fakt drejtorët aktual që janë të emëruar prej qeverisës tuaj, mirë pa keni planifikuar shkarkimin e ndonjërit prej drejtorëve që udhëheqin me ndërmarrjet publike me shkollat në 100 ditët e para? Do t'i shqyrtojmë rezultatet dhe në bazë të performancave do të vendosim se a do shkarkon, a do ndrohen ose jo. Sa i përket ndërmarrjeve që janë në komunën e Gosivarit, sa prej tyre keni planifikuar për gratë që t'i udhëheqin? Dëshira im është që një numër i madh edhe i shkollave edhe i ndërmarrjeve të udhëhiqen nga gratë, por do të çojmë më veç tash ndërmarrja komunale që udhëhiqet nga një grua me sukses, besoj që numri do të rritet. A e konsideroni, ju folet mjaftueshëm, po shpytje që duhet të parashtrohet rivalin tuaj të denj për këtë pozitë, pra zotin Bejta për kryetar komune? Nuk e konsideroj të denj dhe e konsideroj kandidaturë e cila është përbuese për të gjithë qytetarët e Gostivarit. Sa i përket koalicioneve, pra ju po garoni edhe më 11 janar në kuadër të Aleancës Kombëtare për Integrim, pam në tubimin hapës të kësaj fushate ishte prezent edhe zoti Ahmeti, u dha mbështetje, tani aktualisht kryetari i Këshillit Komunal është zoti Valdet Xhaferi nga BDI. Megjithatë, sërish zoti Bejta tenton dhe është çështje e narrativës tij si zhvillon, mirë po mendon që një numër i konsiderueshëm i votuesve të BDI-s do ta mbështesin atë. A ekziston një rrezik i tillë në Gosivar, zoti Limani? Prapë do ta them, kundër kandidati ka prirje për manipulime, unë nuk besoj se ekziston një rrezik i tillë dhe më 11 janar të vitit 2026 kundër kandidati do të shoh se sa do të ketë përkrahje edhe nga të gjithë le të themi aktivistët dhe simpatizuesit e BDI-s, por edhe nga qytetarët në përgjithësi. Pse qytetarët duhet ju votojnë juve, zoti Limani? Qytetarët e Gostivarit duhet të më votojnë sepse punën të cilën e kam bërë dhe punën të cilën do ta bëj është punë me përkushtim, me shumë energji dhe me shumë dashuri për qytetin tonë dhe i siguroj që në çdo moment mund të jenë të bindur se asnjë mjet apo asnjë qindark nga ajo me të cilën menaxhon komuna asnjëherë nuk do të keq përdoret. Dakor, ne këtu e përfundojmë këtë intervistë, zoti Limani, suksese ngare, ne do ta ndjekim edhe fushatën edhe ditën e zgjedhjeve në Gosivar. Ishte nder dhe kënaqësi, faleminderit. Shikues të nderuar, ne vazhdojmë tutje me realizimin e intervistës me kandidatin që mbështetet nga koalicioni Vlen, zotin Nevzat Bejta, të cilin po e presim të na bashkangjitet në studio, në ndërkohë ju ftoj që ta ndjekim bashkërisht profilin dhe biografinë e tij të përgatitur nga redaksia e televizionit Shenja.